بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله نفالندرojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kanë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e rend humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të ndershëm, dhe gjithë atyre që të ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Mlani në radhë partë i përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeruar Allah subhanahu wa ta'ala, agjerimit na këtë pranuar, gjunat na këtë fal, na këtë liru prej zjarmit të xhenemit neve, prindërit ton dhe gjithë muslimanët. Tema e radhës për sonte inshallah ta'ala është se si agjeron syri. Si agjeron syri. Në të vërtet, agjerimi në mëson edhe ne si të ruajmë shiqimin ton, që të kemi kujdes me shiqimin ton. Për atë arsye, edhe syri ka agjerim, edhe syri agjeron. E agjerimi i syrit është shmangja nga e ndaluara dhe mbyllja e syrit nga e shëmtuara dhe largimin nga ajo që është e ndaluar. Allahu te bareka ve taala në librin e tij famlar na thot: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun." Të thuaj besimtarve, thot që ti ulin shiqimet e tyre, le ti ruajnë organet e tyre gjenital, dhe ajo është më e pastërt për ta dhe më e mirë. Inna Allaha khabirun bima yasnaun, Allahu është i informuar për çdo gjë që ata veprojnë. Pastaj ajeti tjetër, kjo ke porosi për besimtarët. Ta thot: "Wa qul lil mu'minat", thuaj besimtareve që ta ulin shiqimin e tyre dhe t'i ruajnë organet e tyre gjenitale. Domethënë, kjo pi normave që libri Allah subhanahu wa ta'ala na porosit neve që të kemi kujdes me syrin ton. Zotën, njeriu ato çka e sheh me sy e regjistron zemra. Edhe para tani, Zoti na rrit kur njeriu e lëshon syrin e tij në haram, Allah subhanahu wa ta'ala si shkak i këtij mëkati e privon këtë njeri dhe ja hub ëmbëlsinë e adhurimit. Adhurimet kanë ëmbëlsi. Qëta dhe i shohim plot prej muslimanve, sot të Allah thot hoxhune, po falna, nuk për ndjej namazin, nuk kam të përjetu namazin. Një prej shkaqeve që të bën do më thonë, me mos mesh ju kënaqësinë e adhurimit, është do thot edhe lëshimi i syrit. Syri është, që shkanë thonë djetarët, është dritarja e zemrës. Syri është dritarja e zemrës. E nëse dikush, pe thomë tash në këtë formen tjetër, nëse një njeri në shtëpin e ti i len dyrt edhe dritarët qelë, atëre qka gjërat me vlerë qka ju në shpe, ato do të rrezikohen se çdo moment pritet dikush me hy ato dhe me i marr.
Para të Allah subhanahu wa ta'ala shiqo edhe kjo na thirr me meditu se Allah te bareke ve ta'ala kur ka fol për njeriu ka thonë e kena kriju do të thotë njeriu që kanë formën më të përsosur, fi ahsani taqwim. Forma më e mirë, krijesa më e përsosur është njeriu. Shiqo se Allah subhanahu wa ta'ala për secilën gjë e kalon një rrugë. E zemra shumë më rëndësi na për fat keq jetojmë një kohë kur njerëz pak i japin rëndësi. I japin pak rëndësi kësaj çështje. Na kena folë mbram, kem tregu për çështjen e zemrave. Zemra shumë më rëndësi dashurit e mi. Për me rujt zemrën, me qenë zemra e shëndosh, duhet me i rujt edhe çka shiqimet tona. Qysh kanë thonë ulemat, syt janë dyert e drejtarët e kuj? Të zemrës. Për atë arsye, kush nuk e përmban shikimin e tij, do të goditet, kanë thonë ulemat, me 4 fatkeqësi. E para, shpërndarja e zemrës në çdo drejtim, nuk do të ketë qetësi dhe nuk do të gjej bashkimin me shpirtin. Edhe njëre, e para, shpërndarja e zemrës në çdo drejtim. Do të thotë zemra nuk është e orientuar në një drejtim. E zemra duhet me qenë e drejtuar me ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai cili e lëshon shiqimin e tij, zemra e tij shpërqendrohet dhe shpërdohet në çdo drejtim. Nuk ka qetësi, s'gjen qetësi. Se qetësia e vetme që zemra e gjen është tek fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, tek urnat e Zotit. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot Allahu, me përmendjen e Allahut zemra qetësohen. Domethënë për me qenë zemra e qetë është veç një rrugë. Është rruga drejt Allahut te bareke wa ta'ala. Pastaj ai që e lëshon shiqimin e tij, ulemat goditet me një fatkeqësi tjetër, çka me lodhjen shpirtërore që e ndjen, se bëhet azab të këshyr edhe s'mundet me arrit të ajo çka. E kjo është, unë po them, wallahi billahi të na në sidomos në zamonin tonë është robi për më friku shumë. Ka njerë tutna, frigona, që ndonjëri pej neve sa rinë telefon për 2-3 orë që rinë telefon, ndoshta babgjyshat tonë këtë jetën sa kanë jetu që është haram s'kanë po. Na për 2-3 orë shojmë haram. Qash shumë ka haram në për rrjetet sociale, që telefoni është bo musibet, nuk po mundëm asnjoni pa to. Sa që njeri bën vakim me orë rinë të shiqu haram e të ndëgju haram. Që me këthy babgjyshi ti që ka rmu 80 vjetë qash haram s'ka këshyr, sa ka këshyr kësa është një kohë që është për mu qodit. Pastaj thët prej ai që se përmban shikimin e ti goditet me një fatkeqësi tjetër që është humbja e ëmbëlsisë së adhurimeve dhe bindjeve ndaj Allahut si pasojë e pa kontrolluar e shikimit. Adhurimet, si e thash edhe më herët, kanë ëmbëlsi. Wallahi kanë ëmbëlsi, kanë adhurimet. E shikimi në haram, mos kontrollimi i shikimit të bën ty me hub ëmbëlsinë e adhurimeve. Provo Allah i dashur. Provo me rujt shiqimin për Allahun, mos e lshaton në lerë, edhe kime pa qysh kimi përjetu ibadetet, edhe kime pa qysh kimi janë dikin atësin ibadeteve. E katërta, që është, thot me kat i madh dhe faj i rand, si shpërblim i drejt për atë që kanë bërë sytë ndaj nderit të njerëzve dhe për atë që kanë shkelur nga të ndaluarat. E kjo do më thonë është një pun e shëmtume që leqe bën gjunat madh të Zotit, po e prek edhe nderin e tjetrit. Të Zoti na ka porosit neve që me arrujt nderin. Kur e këshyr ti dikan që s'duhet me këshyr, ti e t'ja prek nderin, e t'ja prek. Se këtu disa na kena nevojë me pas bot kuptime drejta, me kuptu disa gjëra në temel mirë. Disa kujtojnë domethënë se prekja nderit ose ti na rrit të shku me bojë moralitet. Jo. Prekja nderit në disa forma.
Prekja nderit është edhe me shku me i fol ti një grust huj që se kim nuk bën me i fol asaj, e ki prek nder. E musibeti kohës tonë, a dini ti dozët ndërum që shumica e shkuruzime që jonë të ndodhë të martumt është si shkak i komunikimit në rrjetet sociale. Ose e nxen gruja burin të shkru me gratë huja, e me qikat huja, ose e nxen buri grun. Tash një gru, apo një bur, që ka mu shkru me një gru të huj, zotin arrujt, apo me një qik? Qysh? Përse duhet me vo këto? Këto e në rrugë të shejtanit. Tani kur po del, o, tha, unë ndona, o, të ndohen, sa i shejtani, ata zakonisht, këta njerës, këta gjahtar për i quj, këta e kanë një qëllimi i tëre dihet çka është. Tani ata kur bojnë komunikim, e bojnë ndoshta edhe një komunikim të bukur që e mashtron ndoshta ai burri, s'din mu sill mirë me gruën e vet, bomba kjo është edhe i vrazhd, bomba kjo është i jo sjellshëm me to, edhe ajo gruaja vun për me pas një burr, tamam burr që sillet mirë, ka sjellje të mirë, del ky gjahtari, ja bën një sjellje të mirë, e trajton pak me një dignitet më të mirë se që ajo trajtohet, edhe që shtu vjen të tradhtia, të mashtrimi. Për atë arsye po them, me të vërtetë është një problematik për problematikave të kohës tonë që sinqerisht ju them opton vjen keq të vjen. Pasha Allahun që është një opton. Nuk po flas apet, nuk po du me ja u legjitimu djem vetri e qika vetreja, se si për djem e qika, e si për bura e për gra, haram jo haram. Nuk o harami veç për një kategorit njerëzve. Po thom, e kësha gjetë një farë loj, po nëse ku gjej me thonë një farë loj, asë i kësha thonë, ajtë se i ri, ka dosh mu martu, i ka pelqy, e kështu me radhë, po thom. Po një njeri martum, një gru e martum, që shkruhet me burat huj, e një burë që shkruhet me grat huja, ka mi thonë këti javëtan? Ama unë e di ilaqin. Unë e ilaqin e kësaj punë e di. Po për fatë kesh të na, këj ilaq nuk përdorët. Se veç ilaqi i shëriatit i ndreq të punë. Shëriati ja ndreq, ja qëtë vendin mirë, këtëne që do të thot i ndjekin rrugët e imoralitetit. Atë të pëndershmin, edhe atë po ndërshmen veç shëriati e rahaton. E rahaton shëriati. Ama këtu për fat kesh tash e ki po, të na me bo me dal dikush me marë grun e dytë, legjitime, krejt peja e shtin që thojnë sharki. Qysh e kish marë dytën? A që i kondë zedën shvalerkat, 4 e 5, edhe kjo gjek, kjo i forto, kjo është a përshe antivlera kur të bëhet vlerë. Që kjo më të bo antivlera, vlerë më të bo. A nëse në mënyrë legjitime i ka bo 2 gra, krejt të leqitin thonë, ku që ka ishi pa ndërshëm. A pësa i bën i moralitet, i ndëran shvalerë këtë si qarapat, ajo buri mirë është, ajo i ndërshëm. A nëse në të bardhen, sa e kish pa vet një musliman kish thonë pse ti 2 gra, pse 2 ju musliman 2, 3, 4, po ka thonë na i kena në të bardhen si që keni në të zezën, veç na i kena në të bardhen. Na e ditë gruja du të me ditë. Edhe kjo është, edhe këtu tash është një vërejtje tjetër, se ka po ka disa djemtri tash ja kanë nisë më ma o gjallarë sa o gjallarë, të hoqë, a bën 2 dëshmitarëve i varë? Po, e ka bo Allah, mos me bo shumë të madhe, jo të me bo të madhe, lojdo shumë, një pej kushteve të martesës është me dit njerëst, me dit që e martu, se na të shojmë në rrugë me një gru të hez, me dit kush është ajo gruja, që është që po dalin muhabete që ati qash frigohet njeri dhe mërzitë thush subhanallah i ladhim. Qfar dalimi pas ka këpikti tjetërit? Veç pak në gjyren ja ka ndru. I ka qitë pak oja ka ndru në gjyren, njëjtë është autan. Lau na përmisov gjendje një rap.
Për atë muslimanët e parë të hershëm ju kanë frigu syrit, edhe kanë kontrollu shumë syrin e tyre se çka po shiqojnë. Çka thot një për tyre? Njerë për herë thot kom shiqu thot në haram. Kom shiqu në haram, kom shiqu. Atëherë thot çka është bo me mu? Thot jom e kom haru thot Kur'anin, o kon hafezi Kur'anit. Njëherë thot, veç njëherë, jo, kuptoje, njëherë ka këshyrë në haram. Thot njëherë kom këshyrë në haram, mbas 40 vjetëve thot e kom haru Kur'anin. Ti mund është që tash me bo një gjuna dhe do këtë që kur gjo, po pasojat mundet me të arë shumë, ma vë kur ti ndështë e ke haru krejt. Se ke pa disa pejneve, kur vjen, tha Allahu, sa qysh kesh të hecë me kërë, të hecë rrugës asë një gungë të u rëtullova, ka dole se sa ka në ki rëtullu ti, sa gjinojnë e ki bohe, sa ku i kin hin hake, ka dole ato, sa ama Allah subhanahu wa ta'ala, edhe këtu është ajo urtësia dhe butësia Allah të bareke wa ta'ala, më rëpërit e ti se para mendo me në, wallahi billahi ka erë po tutna që sem të jadit kënë e kem zatë. Para mendo Allahu me na denu neve si të bëjmë gjina me na denu me njëherë. Hela që shimbo. Pse s'na denon Allahu me njëherë? Na lenë mësë po pëndohëm. Aja Allahu të lenë. Mas parti e ki si të bënd gjinahun, Allahu i thot me lojkeve mos i ashkruni, priteni 6 orë mos po pëndohet. 6 orë mos po këdhet të Zoti me i ra pishman atë pun që e ka bo. E disa nuk ju del kjo, e len gjinohin mbi gjinat që stash ka prej neve që në i nëzën gjinohun optan. E kur të nëzën gjinohun e gjinohi nuk ta djek zemrën, këto një sharet i madhë. Qka është? I shareti se zemra ka vdik, se zemra e shëndosh, zemra që ka të gjallëri, kur të bjen robin mëkat, ajo me njëherë aktivizohet nefsi, keqardhja që se cili njeri ka keqardhjen brenda trupit ti, po dikush e vret keqardhjen edhe dikush e mbon gjallë. Muslimani keqardhjen du të me mbojt gjallën në shpirtin e ti. Se ne na gabimtar, bojmë gabime. Edhe një njeri cili bjen më kate dhe nuk ndin keqardhje, apet po thëmë kjo e ka një sharet të madhë se këti i ka vdek zemra. Qështë kanë thonë muslimanët e parë të hershëm për syrin? Ata kanë thonë se syri ai është do më thonë udhërefys. Syri është udhërefys. Nëse dërgohet pa kontrol, do të lëshohet syni, nuk e kënë kontrol, e lenë, me kullot, shlirë, edhe gjua thotë në mekate, e nuk frenohet, atër thotë ky do më thonë qka, ky robi bohet, i nështërohet mekateve, bohet robi mekateve. Pasha Allahun, shumë njerëz jonë rob të mekateve. E ki po, gjeni me katë për mekateve që e bojnë disa njerëz, pijen e alkoholit, jonë rob të pijes, pasha Allahun jo rob. A i thot, mos me i pi 2 copa në promje, trupi më kruhet. Po se ti e rob i se je, ti ki rob, je bo robi me katit. A i tjetërin me katë që mos janisi me i përmend. Do më thonë, me një fjallë, robi kur e lëshon syrin e ti, nuk e kontrolon ato, atëhere, ky botë rob edhe botë për aty në njëzë që i nështërohet me katëve ti. Me katët e ti e udhërefejnë. Me katët e ti e udhëheqin. Për atë, duhet me pas dashurit e mi kujdes. E qka është
ai i cili e mban shiqimin e tij, e ruan shiqimin e tij, e kush e mban shikimin e tij larg nga e ndaluara, e mbush brendësinë e tij me devotshmëri. Dhe jashtën e tij me ndjekjen e sunnetit pejgamberit alayhis salatu wassalam, nuk do të gaboj, thot, asnjëherë, kanë thonë ulemat, me perceptimet e tij. Në gjuhën arabe i thojnë firase. Allahu jep firase, me përkthy, me parafru, është intuit. Çka nën kupton kjo firasja e çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë fattaku firasatul mu'min, frikoj intuitës besimtarit. Jo ndoshta këtë, sidomos te ulemat, kjo është sipas devotshmërisë edhe dije. Sa ma shumë njeri devotshmëri edhe dije, kjo shkon tu kultivu ma shumë e ma shumë. Ama këta njerëz, këta se shfaqin, nuk jonë si ata dervisht, si ata evlijat e rejshëm. Jo, evlijat e vërtet, evlija Allahun e tëne, ata nuk e shpërfaqin, nuk dalin ju kallëzu njerëzve që ne ena të mbrim, ne ena njerëz të mbrim, ata e fshehin këto. Ama ata, leximet kur i bojnë do më thonë, po thuj se gabimi aty është shumë pak me gabu ata. Pasha Allah, kjo kohë ka pas për i muslimanëve të parë të hershëm, edhe kësaj kohë, njerë se kur e shedikon shikim parë kurse ka pas, thotë që kësë është buri mirë. Qysh e mërë se e shep prej, e ndjen, do më thonë se kjo është intuita e ti, e qanë dhe aty, ama këtu du të me pas pak kujdes, do pishovi hapi syt, atë zë këto, kjo një vje hollë, ku njeri devion. A egziston kjo? Egziston. Apo këta apet për i përsëris, këta njerëz nuk dalin në pah. Me dalë edhe me i kallëzu këto, se këta e rujnë, se kjo vjen si rezultati devotshmërisë tëre. Për atë, Allah subhanahu wa ta'ala që ka thotë në Kur'an, inna fi dhalika li ayatin lil mutawassimin, këto janë një mend, thot Allahu, shenja bindse për ata që i kuptojnë, që kjo është argument, ulemat që e kanë përmend për ehlul firasen, ka thonë që kjo është argumenti që Allahu ju hap, kjo përmes Allahut, kjo s'ka në dynja diçka tjetër, veç për këtë punë që ka vinë për Allahut. El-Wahib është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai që jep, që dhuron është Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo arrihet, edhe njerë më thonë, njeri arrin me devotshmëri edhe me dijet, sa ma shumë e nje Zotin, sa ma shumë e nje shariatin e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe i përkushtohet shariatit Allahut, punon, se ka njerë si e njoj shariatin e Allahut, ka njerë si kanë dije, shumë kanë dije, po dija e tyne është sikur se shembulli që e ka përmend Allahu në Kur'an, dhe methallu alladhi yahmilu ka methalil himari yahmilu asfara. Shembulli atij që din është sikur se shembulli i gomarit që mban shpindën e tij gjëra me vlerë. Që shtojnë këta që kanë dije e nuk punojnë me dijen e tyne. Zoti ka lyp prej neve me kërku dije, se ka thonë, bilem na ka lyp prej neve me lut Allah, me thonë, wa qur rabbi zidni ilma, o Zot ma shto dijen. Ama ulemat kër e kanë komentu, kanë thonë, dija qka është, dija e vërtet është ajo qka punohet me to. Jo ato ti qka e din, po me ato qka ti punon. Dija është punë. Nëse dija nuk qitet në praktik, nëse dija nuk e regulon njeriun, nuk e regulon punët e ti, sjelljet e ti, atëra i dije në të e mbajt për sërondi o të e mbajt. Zotin arrujt kjo dije, nesër në ditën e kiametit i bot kundër argument. Ka ulema, tash kësë është tema jonë, ka ulema që e kanë shkru libra për këtë punë. Një prej tyre ka shkruar një libër e ka thënë pasojat e dijes dhe mos punës. Që me marr me lexu, me shifju që kanë përmend, që kanë frigu se lefi kësaj, ti musibeti se kjo musibet. Njeri me musibet më të madh nuk ka se me ditë çka ka thonë Zotin librin e tij e me mos punu me to. S'ka musibet më të madh. Njeri mos me ditë çka ka thonë Zotin librin e tij e kalon lehtë para Zotit kur del. Ama ai që e din edhe nuk punon me to, e kundërshton me kast ato, vallahi problem ka me pas kur del para Zotit. E për kësi njerëz
tash me bo me anis me fol, ka me na marë shumë kohë edhe afru koha e zanit, që duhet me thirë e zanin, ne pata dëshirë, po kush vjen vonë, gjenë që ka gjonë. Unë e sonë të erdha vonë, që ta që ka mujta me dhonë, që i kom da që tu edhe një 6-5 pika jonë rruajtja e shqyqimit dhe largë nga e ndaluara, për unë shumë përfitime. Një 5 i kom përmend, po një pejtën e pe përmendi shpejt edhe pe mbylli, aj që e runë shqyqimin, Allahu ja mbush zemrën e ti bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Që kjo me e madhja, tjera tjonë, që kjo baza, me pas njeri bindje të madhe në Zotin. Bindje të madhe, e ju e dini për bindje të madhe në Zotin me fol, e kem imamin e pejgamberve që është Ibrahimi a.s. Nga tapull kërkën të e gjujt, qëfar të vëkulli, qëfar jakini ka pas, qëfar mbështetje në Allahun. I ka thonë Gjebraili, nga tapull të e gjujt në flak. Ka thonë, a ki nevoj diçka me të dimu, ka thonë për ty, jo, a për Zotin po. Që kjo bindja në Zotin. Zotin e shtoft në zemrat tonë bindje ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, ku e kem qëllu për mësive të Zotit, kem gabo për meshtë të tanët, e akhir dawanë, alhamdulillah, rabbil alamin. فيك العطاء